Dita e dieshme ka qenë një ditë mjaft surprizuese për të gjithë banorët, por edhe për fansat e shtëpisë më të famshme në Shqipëri. Egdi Tako la lojën për arsye shëndetësore dhe pas daljes nga shtëpia, Egdi Tako reagoi përmes një mesazhi emocional në rrjetet e saj sociale. Në një postim të ndarë me ndjekësit, ajo ka shprehur ndjenja të përzierë, duke treguar se ndonjëherë as vetë nuk e di se si ndihet. Më keni pyetur shumë si jam, ndonjëherë pyes dhe veten si jam, dhe nuk e di si ndihem. Unë vetëm e di që kam një boshllëk brenda meje, dhe nëse shikoj brenda vetes, shoh ngjyrën e zbraztis, ka shkruar ajo. Ajo cilëson këtë ndjesi si diçka të çuditshme, duke treguar se ndonjëherë arrin të ndihmoj veten dhe ndonjëherë jo. Në fund, Egdi pranon se në këto momente ka nevojë për ngrohtësinë dhe përqafimet e familjarëve dhe miqve të saj. Ky reagim vjen menjëherë pas përfundimit të rrugtimit të saj në shtëpinë më të famshme, duke lënë të kuptohet se përvoja brenda shtëpisë ka pasur një ndikim të fortë emocional tek ajo. Tashmë, Egdi duket se po kërkon qetësi dhe mbështetje nga njerëzit e saj të afërt. Nga ana tjetër, para se të largohej nga shtëpia më e famshme në Shqipëri, Egdi kishte 192.000 ndjekës në llogarinë e saj në Instagram dhe menjëherë pas kësaj dukshëm janë rritur numrat e ndjekësve. Ajo mbrëm numëroi 203.000 ndjekës në Instagram dhe hapi i saj tjetër ishte ta bënte private llogarinë e saj. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.